I bie ditën e 8 edhe ditën e premte, respektivisht data 7 dhe 8, e nesër rifillon procesi mësimor, jemi të gatshëm, mezi presim fëmijët në rikthim në banka shkollore dhe të fillojmë punën. Për shkak të motit lig, ju e dini, ju kemi përmbajt një njoftimi që ka nga Ministri i Arsimit, mendoj që ka qenë kriter i arsyeshëm sepse kushtet atmosferike në mbar vendin ka qenë jashtëzakonisht vështirë. Mendoj që do të gjejmë formë t'i kompenzojmë. Do të gjejmë formë, mbi të gjitha është siguria e fëmijëve tonë, por ditë të tjera presim një njoftim zyrtar në periudhën e dytë që i bie pas pushimit pranveror, gjendet forma dhe padyshim që këto ditë do të kompenzohen pas një lloj problemi. Nuk kemi marrë ndonjë, me qenë se vetë jam prind, mendoj që ka qenë, thash edhe në fillim bisedës, një veprim i duhur, sepse pret qendra e Prishtinës është më e mirëbajtën, por pjesë tjera të Kosovës i keni pa edhe vetë çfarë gjendje ka qenë kaotike dhe ka qenë e pa kuptim që të fillon procesi mësimor. Po shkolla është e gatshme, ka qenë prej momenti kur jemi lëshuar në dhjetorin e parë, gjitha përgatitjet i kemi kryer, mandej punëtorët kanë kaluar një pushim edhe stafi teknik një pushim disa ditë për ndërtë të festave, dhe prej datës 4 janarëve që gjithë kemi qenë të angazhuar që procesi mësimor të na gjetë përgatitur si gjithmonë si vitet paraprake. Jo, zakonisht nga praktikat është mirë të kompenzohet me orë, sepse dita e vikendit prapë nuk praktikohet vitet e fundit ju mirë fëmijëve dhe po edhe stafit mësimor, por do të gjendet forma mbrana javëve, mbrana ditëve të punës, përmes lanëve mësimore të zëvendësimit atyre orëve të humbura. Por për këtë presim me një njoftim të detajuar çfarë do të vijë nga Drejtoria Komunale e Arsimit.